Po atje kur keni shku, domethënë është një diçka interesante që nuk e ke thonë asnjëherë nëpër media. Pse ju kanë menduar që jeni mjek në fillim kur keni shku? Është vërtet diku mos mund të gaboj, mund ndodh 2 javë, 20 ditë, mund ndodh kjo. Edhe më kanë pyet me profesion çka je, jo vetëm mua po në besoj edhe në asimin e Colin kanë pyet, se veç atë kemi qenë. Edhe po, edhe ata e kanë pyet. M'kan pyet, çka je me profesionon, i thashun jam sekretar në shkollë. Edhe jam kryetari i veteranëve të luftës. Pikë viti pi tregoj, pe viti 2000 kam qenë kryetar në Skënderaj, tani kam bërë në Prishtinë, kryetari i veteranëve në Qendër, edhe kjo është puna. Edhe më thotë, nuk je mjek tash, si mjek unë. Pse kanë menduar që jeni mjek? Po, kanë menduar që jemi mjek. Tash arsye aty nuk e di, mund të jetë ata mund të jetë ajo për po mund të jetë, edhe ashi. E për Basen Jakupat kanë thonë edhe për tonë ai sa? Po, më kanë pyetur ky njeri kush është Sender, kam thonë është ishi burgosë politik që sot për atë për kunja, për punën dhe veprën. Për Jakub Krasniqin. Ka qenë profesor në Skënderaj, profesor në Drenasi historisë, i burgosën 11 vite, është qytetari i fundit që u liru nga Serbia pi burgi. Njeri i fundit është. E çka thanë ata? Edhe pyetëm mua a një Jakub Krasniqin, gardian që fillon ashtu aty, se pas Jakub kur mëngjes. Ne përcjellëm televizionin, edhe çetën se kanë ndodhur ku shpinën pas Jakub, policia edhe njësia speciale e Oleksit, edhe po më thonë ky është pi tregoj. Burgin e cani vutje të krejt. Tani ka qenë zëdhënës i qëkës, qasë është mjek e kjo, thashë jo, kjo është rang, kjo është mjek, kjo është, pi të regoj një profesor historisë, doktor Shkence, ata e konë keq informum prej raportit dikmorën? Po gardianët kanë qenë shumë të mirë. Unë gjithmonë ndoj pjesën e gardianëve për 37. E çka një me si që kanë pritë kryetarët, ata gardianët? Gardianët kanë qenë... Për shembull, ish president që më thonë që... Po, gardianët kanë qenë shumë të mirë, se duhet mi ndohë këto. Gjykata është diçka tjetër, prokuria është diçka tjetër. Po ata janë veç punëtor, burr. Po, ata janë punëtor, ato kanë, nëse ka dikush vaj ka shefi, hierarkia. Edhe gardian ka qenë shumë mirë, nësillë shumë mirë me neve, çka të flasun në për ta mujtë korrit, edhe pse në holandez ata, unë jam shqiptar, unë mujtë gaboj me fol diçka keq, po për mua është dobësi e madhe, nëse unë gënjej diçka po rrej për gardian, as mirë nësillë me neve, se shpesh e kanë thonë presidentit, si kanë thonë, na me nashim apo thoçi se ata zakonisht bjamën e përmendin, po kanë ndodhur president, tani mund të thënë shpesh gardianët kanë thirrë president. Po, kjo është e vërtetë. Edhe shpesh edhe Nasimi thotë, edhe Vuçati, edhe ata thellësisht e dinë që ata janë pafajshëm. Po them sinqerisht ata ju ka shumë keq se shqiptarët i kanë ndesht, se përshtypjet mirë kishin në Ramos Haradini ato. Pse? Kur ka qenë atku generali Ramos Haradini apo ish kryeministri në Burg, në atku kur ka qenë, ne kishim një përshtypje shumë të mirë. Po i them me sinqeriteti më të mirë. Dhe kalon derën çelë. E kalon derën kështu, apo të shqiptarë si mi pas ata shqiptarët në zemër, domethënë kishte një përshtypje shumë mirë Ramushin, e kanë ndihmuar shumë Ramushin. Ka qenë shumë njeri i mirë, shumë edukator ka qenë, shumë njeri i sjellshëm. Tani në bazë të saj që kishte një Ramushin një përshtypje shumë mirë, tani na gjetom ato, po të mësish një përkoj tyne. Ka qenë një gardian bosnjak, i Banja Luka, jo i Tuzlës, ka qenë, edhe tini bindën tash mund dikush më thonë si po rran apo këtori, ka qit burek. Edhe kanë buk me ne gardian. Jo ne po me 100 lira kanë buk. Unë po flas më për 37 muaj sa kom në burg ato, kanë buk edhe kanë bukën pineve, se ne kemi thonë bëni me buk shtir, se kujdesaria ku ishin, s'kishin buk edhe kanë buk pineve. Për general Ramos Haradini domosdoshmë sa ushtron zakonisht e shumë të ushtru fitness e dal nga atje kishte ushtru sa ka qenë aju. Po, është vërtet generali kishte ushtru shumë, sa na kena bën fitness një orë gjysmë bëshëm fitness, ka herë kanë ndodhur 2 herë në ditë, na kanë çuar ish dita vera, kuptohet dita gat. Po, generali ata e kanë blet tegat ekstra vetëm për Ramos Haradinin për generalin. Se ato tegat sot asoj dite, asnjë njeri nuk më miqu. Ato janë vetëm një dorë për një dorë, kështu, edhe janë tegat që janë edhe në çosh kanë qenë, edhe na pak me hajgore, me shakat, të thonë aty morëm, tha ju ata këtu na vjen kesh, aty janë Ramos Haradinit. Këtu ta kena bler ekstra, kena porosit, ishin porosit ekstra për generalin Ramos Haradini, se ato tegat sot asoj dite nuk ka njeri që më nishon. Për jashtë Ramos Haradini. Kryeministri. Ramos Haradini. Kjo është e vërtetë. Kjo është shumë e vërtetë.